Ka hyrë koha namazit, ka ditur vetëm të pastër, kur ka shkuar të marrë abdes, i ka ardhur cikli. Është obliguar për ta falë këtë namaz më vonë kur të pastrohet? Jo. Shumë e bukur kjo pyetje. Shumë interesante. Pra femra është thirrë sot namazi i drekës. Ka qenë e pastër. E ka vonu namazin 2 orë. Pastaj ka thonë po fal namazin. Kur ka shkuar me marrë abdes, e ka parë që ka filluar. Çfarë bëhet me namazin e drekës? A duhet ta përsërisë të namaz kur të pastrohet, mas një javë për shembull? Sepse i ka hyrë namazin në kohë sot. Jo. Është njësoj si kur njëri të vdesi në kohë të namazit, a është gjunafçar apo jo? Jo. S'është gjunafçar. Sa i ka qenë në kohë. Pra nëse dikush hyni namazit drekës dhe se fali 2 orët e para dhe vdiq, është gjunafçar? Jo, se ka qenë në kohë. Ka pas mundësi ta falë deri në fund të kohës. Po kështu edhe femra, nëse është me të përmuajshmet dhe ishte e pastër dhe bëhet e papastër gjatë kohës namazit, nuk obligohet ta përsërisë këtë namaz.